Sa i kanë pagat? Për besë se nuk ka bëjt dikon rreth 600-700 euro. Masi drejtori i inspeksionit Bekim Pestrovsi nuk na pranoi në intervistë, na po provoj me thirr Florian Dushin, i cili deri para rreth një muaji ka qenë drejtori i inspeksionit, ndërsa tash është nën kryetari i komunës së Prishtinës. Urna, Alo, përshëndetje zotri Dushi. përshëndetje. Jo me gëzoni gazetor në kallzo.com. Arsyeja që thirra është në lidhje me këtë vend punishtën ku ndodhi incidenti para rreth 2 dite që vdes një person. Edhe deshta me të pyet në kohën sa keni qenë ju drejtori i inspeksionit, a ka pas ndonjë vendim për ndalim të punimeve? Nuk më kujtohet sa ato vendime të inspektorëve. Doni me thirrë inspektorin e rastit. Po na kem të drejtoria e inspeksionit, po nuk po na pranoi në intervistë. Edhe deshta me ditë a keni informata a ka pas vendim për ndalim të punimeve. Për besë nuk më kujtohet. Mirë, a din sa për shembull sa inspektime janë bërë te kjo vend punishte? Ja, nuk di, nuk i di këto detaje. Mirë, Mi ditë. po. Mi ditë to i din vetë inspektori. Po të kuptoj. Mirë, Qani për vytjet me shkrim zyrën për informim dhe ata përgjigjen. po ata po azitojnë për shkak se po arsitojnë që kanë fillu hetimet nga prokuroria dhe për që të arsye po hezitojnë me japë informata. Mirë, unë e kam edhe një pyetje në kohën sa keni qenë ju drejtor i inspeksionit, a din sa gjoba janë shqiptu ose është marrë ndonjë vendim për mos vendosje të pilotave. Pilotat janë ajo metoda që siguron vend punishtën, pra për mos më ushqit dheu. Po, ka pasur gjoba ndërtimeve edhe detyrimi vendos. Ka pasur, nuk e di për raste të tilla ka pas mjaft. Okej. E sa inspektore keni pas për inspektim të ndërtimeve, sa keni qenë drejtor? Deri në mars të vitit kaluar merreni me men, i kemi qenë vetëm me 5. A janë të mjaftueshëm këto për inspektimin e? Jo, mos janë mjaftueshëm as 4-5 fisë tyne. Po nuk vinë me ton drejtën për shkak të pagave të ulta. 2-3 herë kemi përsërit konkursin edhe nuk aplikoj. Sa i kanë pagat? Për besë se nuk ka bëjt dikon rreth 600-700 euro. Dushi në përgjigjen e tij ka kërkuar që pyetjet të dërgohen me shkrim. Ekipi kallzo.com i ka dërguar pyetjet me datën 8 prill në adresë të komunës, mirëpo përgjigjet nuk janë pranuar. Për t'ju sqaruar, ekipi kallzo.com për disa muaj me radhë ka kërkuar nga Komuna e Prishtinës qasjen e dosjen e inspektoratit, në të cilat ruan të dhënat e inspektimeve për këto çështje, mirëpo komuna nuk ka dhënë qasje me arsyetimin se ato kanë volum të madh. Saktësisht, shikues të nderuar, ne kemi kërkuar të nxjerrim nga dosjet e komunës raportet që inspektorët e ndërtimit i dërgojnë e në të cilat komuna nuk ka marrë veprime. Kjo qasje nuk na është mundsuar nga Komuna e Prishtinës.